Do të zhvillojmë bisedë me zotin Fatos Lubonja. Përshëndetje, mirësere zot Lubonja. Mirësere. Përshëndetje, mirësere gjeta dhe juve. Dëgjojmë një lider të opozitës që në këto takime nga njëri qytet në tjetrin kërkon të krijojë edhe shpresë mes njerëzve. Ne kemi diskutuar shumë herë këtë, nëse opozita mund të krijojë shpresë apo jo. Si e shikoni në fakt gjatë kësaj kohe marrëdhënien mes kësaj krize politike dhe shpresës në vend? E vështirë është. Unë duke parë Bashën, mendimi i parë që të vjen është që a mjafton kjo, domethënë a mjafton një miting, mbledh njerëz, ju flet mediat që të ndjekin dhe denoncon edhe flet për një Shqipëri tjetër që do ndërtojnë për të ngjallur shpresën, si më thënë. Ajo që po mendoja unë, duke ndjekur Bashën, ishte një gjë tjetër që kam përshtypjen që mungon. Sepse tek ne politika është bërë shfaqje, mediatizim. Lideri që del dhe flet, populli që mlidhet, sa më shumë njerëz, aq më popullor je. Po ka një politik tjetër që se dia ka fillu në herë këtu tek ne, po që është shumë e rëndësishme. Politika e mbledhjeve jo mediatike, po e njerëzve të partisë, po them, partisë, që mlidhen atje, në Malsinë e Madhe, supozojmë, e diskutojnë për problemet që kanë aty. Or, si t'i zgjidhim, qa probleme shkemi? Një lideri që shkon dhe bisedon me ta, që ndërton struktura partjake, që tërheq njerëzit më me vlerë që ka vendi afër. Një punë më e heshtur, që është puna që duhet bëjt politikani normalisht, edhe qeveria nga në tjetër. Puna kryesore është punoj për projekte caktuara, ti ndjeki, si bëhet, që shbëhet, jo të dalësh ditë për ditë në televizor dhe të flasësh me njerëz. Në këtë kuptim mendoj që ajo shpresa që pyesni ju, ndoshta ndërtohet më mirë kështu. Domethënë kur ti në çdo vend ke njerëz të tu që shkoni, takon, s'po them që s'duan këto, se duan edhe mitinje, duan edhe takime me njerëzit. Por takime pune, jo takime denoncime, është edhe fjalësh të mëdha, premtimesh të mëdha. Takime pune ku njerëzit shprehen, zgjidhin, tentojnë ndjen dhe bile ndjehen pjesë. Jo thjesht si duar trokitës, po ndjen pjesë e partisë, e agrupimit, duke dhënë mendime, duke që është në fund fare dhe jeta politike, bëhesh pjesë e jetës politike të vendit. Mendoj se kjo mungon tek ne edhe si kulturë, do thoja unë, se dhe përpara nuk ka qenë kështu se dihet se e bënte partia, jepte udhëzime shokëve në verë, dhe gjithë merrnin udhëzimet e shokëve në verë dhe bëheshin megafoni shokëve në verë. Tani e njëjta gjë pak a shumë njerëzit nuk janë pjesëmarrës vërtet. Kjo besoj se ngjall shpresë, por e bëjnë pak të punë për mua. Ky është mendimi i parë që mund të them. Kështu që është e bazuar më shumë mbi ndjenjën e pakënaqësisë e gjithë kjo retorik. Pakënaqësisë, kundërshtim, denoncim, shfryrje të keqes, gjitha këto bashkohemi, po pastaj shpresa ndërtohet mbi një vizion të së ardhmes, mbi një vizion dhe ku ti dhe unë ndjehemi pjesë që po marrim pjesë të ky vizion për ta ndërtuar. Në këtë aspekt besoj se kanë shumë për të bërë si opozitë, edhe si opozitë. Jemi në një krizë politike, megjithatë asnjëra nga palët vazhdon rri hesht, asnjë nga palët nuk flet për një zgjidhje. Përsa do të vazhdoj kjo? Ju keni fjalën për atë, si më thënë, zgjidhjen e krizës politike, jo e krizës së thellë që na ka çuar te kriza politike, se janë dy kriza. Po, tash normalisht ajo
që tha Basha, në një farë mënyrë ishte e qartë, edhe ajo që thot Rama nga ana tjetër janë të qarta, që në një farë mënyrë janë dy korsi që preashtojnë njëra tjetrën. Domethënë ideja është që ne me këta nuk bashkohemi, ky duhet shporrur. Njerë thot, Basha thot, është i mbaruar ose shporrja e tij është fillimi i ndryshimit, si më thënë. Ai nga ana tjetër kryeministri thot që ata dolën nga parlamenti, ne po vazhdojmë punën. Pra edhe i po ecën në kursinë e vet, këta po ecën kursinë e vet, edhe ne quajmë zgjidhje krize kur këta të ulen tek krokodili apo tek peshkaqeni apo ku diun, në një restorant, peshku, edhe apo në qalash, edhe të vendosin se si do të ulen prap dhe do të rindërtojnë fasadën, për mendimin tim. Domethënë ka një zgjidhje që është rindërtimi i fasadës. Rindërtojmë edhe fasadën për ndërkombëtarët, ulemi të gjithë në parlament, flasim. Po kriza tjetër ama është shumë e rëndësishme dhe besoj se Edi Rama ka shumë tepër interes që ta rindërtoj fasadën, sepse ati duhet që ai ka pushtetin, mbrapa fasadës, këtu gjithmonë ajo që ka qenë majorancë ka qeverisur dhe ka vendosur. Ndërsa opozita nuk ka asnjë politika e saj ka qenë heqja e fasadës, heqja e vetes vet nga fasada. Kështu që kjo krizë nuk e di se si do zgjidhet, se mund të japim dot është dhe e papritura përpara. Për momentin, strategjia e opozitës është që ta lërë pa fasade, ta lërë... Gjithmonë e kemi thënë, unë e kam thënë këtu, vazhdimisht e kemi diskutuar, kjo ka një pikë dobët që është se presim nga ndërkombëtarë që thonë ata, boll tani, po uluni juve dhe bëni këtë, ose boll tani, ti Edi Rama duhet ikësh, apo boll ti presin nga ndërkombëtarë. Kjo s'bëhet. Kështu që opozita duhet e ka detyrën në opozita kryesore që të me njerëzit e vet, me mitingjet e veta, po dhe me shpresin që duhet ngjalli atë që fola, të imponohet gjithnjë më shumë. Rruga nuk e di se sa mund të jetë. Qofse sa gjatë. Duke i bashkuar këto dy gjëra, pra idenë e pjesëmarrjes së gjithë qytetarëve në politikë, krimin e një vizioni, një propozim më konkret për atë që pritet të ndodhi dhe marrëveshjen politike. Do duhet të lidhja edhe me atë që ndodh në Malzi dhe në Serbi, sepse kemi situatë shumë ngjashme në të treja vendet, kërkohen të njëjtat gjëra. Dorëheqje e drejtuesve kryesor, jetë gjatë në politikë, qeveri tranzitore, vajtje drejt zgjedhjeve të parakoshme, po të ndershme. Në ndryshim nga Shqipëria, në Malë të Zi dhe në Serbi, në shesh ka qenë ajo që quajmë shoqëri civile, pra aktivistët, njerëzit. Ajo që u tentua edhe në Shqipëri në dhjetor nga studentët, pra. Dhe kjo lëvizje u ka propozuar ose i ka detyruar të nënshkruar një pakt që është nënshkruar publikisht në përsheshe nga partitë e opozitës atje, me idet e tyre çfarë idesh keni ju për të ardhmen që t'ju mbështesim apo jo. Dhe janë detyruar atje nga turma, le të themi kështu, praktikisht nga ajo që duket, partitë e opozitës që të deklarojnë që ne nuk do marrim pjesë në parlament, ne nuk do futemi në zgjedhje pa u krijuar kushtet për zgjedhje të lira. Te ne nuk e kemi këtë, ne nuk e kemi shoqërinë civile në shesh, ne kemi opozitën që doli vetë në shesh, pa bërë pakt me qytetarët. Po e kuptoj, po problemi i parë është ju thoni ne nuk e kemi sikur mendoni sikur ne e kemi shoqërinë civile, po nuk është me opozitën. Jo, nuk e patëm në shesh. Ne s'kemi shoqëri civile. Pse ndryshon Shqipëria nga po e para se s'ka shoqëri civile, atje ka shoqëri civile, mendoj unë. Domethënë shoqëri civile që ka një traditë më shumë të gjatë se ne, besoj se kjo ndikon. Këtu ajo shoqëri civile që lindi në Shqipëri ka qenë një shoqëri civile që e kam krahasuar dikur me një pemë me rrënjët lartë, sepse e ushqente Europa, e ushqenin ndërkombëtarët. Nuk kishte lindur nga toka, nga terreni, dhe kjo është një nga arsyet sepse nuk është problemi, është opozita, po një shoqëri civile serioze që shef problemet, i imponohet edhe opozitës, po imponohet edhe majorancës dhe bën. Ne kemi shumë pak për të mos thënë asgjë. Dhe shumica është dhe korruptuar, një pjesë e shoqërisë tonë civile domethënë sepse duke qenë se gjithmonë ka qenë lindur për të ushqyer 5 veta që mbanin
NGO-t e tyre, dhe jo thjesht një shoqëri që e mbanin njerëzit me vullnetarizmin e tyre, ajo ka degeneruar, tani e paguan ato parat që jep të Europa, shpeshherë ja jep qeveria, ja jep, kupton, edhe kështu që s'ka. Një, e para. E dyta, po të marrësh Malin e Zi, mos harrojmë se ka një problem tjetër, ka një ndryshim, se në Malin e Zi ti ke Gjukanovicin që është si sultan që ka gjithë të kohë, kështu që sundon. Kështu që detyrimisht aleanca midis një opozite që ka qenë gjithmonë në opozitë dhe një shoqërie civile është më e mundshme, më normale. Është pak a shumë për të bërë aleancë, ndërkohë që ne kemi problemi se opozita jonë ka qenë në pushtet. Dhe duke pas qenë në pushtet, ka humbur ato kredibilitetet e veta, sepse ka qenë pjesë e ati sistemi oligarkik që denonconte Basha tani, domethënë me 5 veta, me 10 veta që sundonin, që rregullonin, që domethënë merrnin vendime në emër të interesave të këtyre dhe jo të interesave të njerëzve. Dhe edhe kjo e ashtu si thush ja ul e bën më të mundshme atë që thatë juve, një aleancë. Nuk e di se sa ka shoqëri civile në Malzi, por në Serbi e din që ke njoh më mirë Serbi ka më shumë patjetër. Një element tjetër është padyshim që një pjesë e shoqërisë civile serbe veçanërisht ka një dallim ka dallim me gjithë nacionalizmin nga vjen Vučići, pra ka pas një ndarje dhe nga pikpamja e nacionalizmit dhe jo nacionalizmit, që partia e Vučići dhe Vučići vet ka qenë shumë nacionalist, dhe kjo ndarje ka mbetur midis shoqërisë civile dhe figurave politike si Vučići, ndërsa ne i kemi gjithë nacionalistë, gjithë janë për Kosovën, gjithë janë, nuk ka, gjithë partitë tona s'kan ndonjë ashtu diferencë në këtë aspekt. Kështu që dhe ata pak i marrin përsipër të vetë, si thush, partitë tona, edhe të bëjnë dhe nacionalizmin dhe evropianistin e të gjitha bashkë. Tash dhe Vučići është kthyer, është bërë evropianist, por thelbi i përbashkët mbetet ama, ç'është? Thelbi i përbashkët është që në të tre këto vendet janë ndërtuar regjime autoritare. Kanë kapur struktura dhe kanë kapur gjithë, kanë kontrolluar gjithë pushtetet, ose kontrollojnë gjithë pushtetet dhe mediat edhe ekonominë, edhe në Malzi dhe në Serbi. Vučići dhe i ka bërë shumë të fuqishëm dhe opozitën e kanë nxjerrë jashtë loje. Kjo është e përbashkët, bashkë me ne. Diferencat, tentova të them disa diferenca, mbi të gjitha është shoqëri civile shumë e dobët, opozita e komprometuar pa një vizion që e bën që të mos ketë, por një lëvizje studentore siç patëm ne për shembull, se kemi pas në Serbi. Problemi tjetër, që është problem shumë i madh i majorancave, ti s'ke nevojë që të presësh dalin mijëra njerëz për ditë në rrugë aty, nëse është një çështje e drejtë, edhe sikur dalin 50 veta, edhe një njeri dali me grevurie për një çështje, do ta respektosh. Dolën 2 muaj studentët. Ngritën probleme shumë serioze, shumë të rëndësishme, përtej kërkesave të tyre, që tregonin dobësitë e sistemit. Ç'a bëri? Asgjë. Tentoi me të gjitha mënyrat për t'i mposhtur, për t'i nënshtruar. Dhe kjo ndikon. Politikat ku nuk respektohet tjetri, po dhunohet, bëjnë që ti të nënshtrohesh ose të hikësh. Në ato vende e respektojnë shumë më tepër, prapë se prapë, edhe në Serbi dhe Malzi. I respektojnë shoqërinë civile, ju e dini, kur doli një Edi Rama që ne protestojnë, na tregoni ku e ka varrin që një lule. Thot një kryeministër, na tregon ku e ka varrin që çojë lule, shoqëri civile. Në vend që ta inkurajojë, në vend që të jetë. Gjitha këto e bëjnë që situatën të jetë kështu siç është. Dhe njerëzit kanë zgjedhur ikjen këtu tek ne. Tani po bisedoja me një koleg, flitej për Kosova. Gjendjen e spitaleve, e mjekëve. Pse po ikin, ç'a po ndodh? Më parë kanë qenë nxënës ata që mbaronin mjekësinë 6 vjet, që bënin specializimin 4 vjet, ishin që kërkonin të shkonin të specializoheshin edhe por specializimi kishte edhe një kontratë që po specializohesh dhe 4 vjet ti do shkosh të punosh ku diun, në Shkodër, në Kukës, ku do të çojmë ne. Tani studentët nuk e bëjnë më specializimin. Pse? Shumë interesant, se duan t'ikin, sepse
për të mos kenë lidhjen e kësaj kontrate. Dhe po ikin. Po pse mos ikin kur mjeku e ka 500.000 lekë rrogën? Një specialist e ka 500.000 lekë rrogën në Shqipëri. Ndërsa në Kosovë tani e bën nga 670 euro e bën 1.200 euro për mjekun specialist. Rrogën. Të gjitha këto janë lidhur me atë shpresën që thatë ju, domethënë, kur njerëzit shohin këtë situatë, kur sa do ma bëjnë rrogën këta, do vinë këta, do ma bëjnë. Gjithë, domethënë, unë jam dakord me atë që thot ai, që kjo bëhet sepse një grup njerëzish kanë marrin gjithë paratë, e grumbullojnë gjithë paratë, dhe sistemi këtu është si të grumbulloj gjithë paratë e shqiptarëve, por jo vetëm të fusë dhe paratë e trafikantëve e drogës dhe të sundoj këta njerëz duke i lënë kështu. S'ka asnjë vizion për ndërtuar shpresë këtu. Megjithatë, kjo valë protestash ka përfshirë shumë vendet rajonit. Ç'do të thotë kjo? Po e thash pra, njëra është kjo që janë ndërtuar regjime autoritare. Që po vinë në të njëjtën kohë, them. Po sepse në Serbi, si në Malzi, po ashtu edhe në Shqipëri. Po pra, sepse janë ndërtuar janë ndërtuar regjime, po përdor fjalën regjim, pra jo demokraci, oligarkike, autoritare, ku vendimmarrja është në interesat e grupeve të vogla që kontrollohen nga shefi i madh që është kryetari i shtetit apo kryeministri apo presidenti si Vučići atje. Domethënë dhe këto kanë rrezikuar dhe liritë dhe edhe demokracinë. Pra këto lloj oligarkia në kuptimin e vetë të fjalës është pushteti një pakice. Pushteti një pakice do të thotë që s'është demokraci, që është pushteti i popullit, demos është populli, apo të bëjmë etimologjinë. Pra, kjo ka krijuar këto probleme dhe mendoj që fakti që bëhet në të gjitha së bashku, ndodh në të gjitha, tregon që është edhe një rezultat i që normalisht akuzohet dhe Europa, për këtë quhet post-demokraci dhe Europa, ku neoliberizmi, pra triumfi i individualizmit, i konsumizmit, gjithë këto probleme, krijon këtë polarizimin e madh, që është krijuar dhe në Europë, polarizimin e madh dhe pushteti i polit të pakicës mbi shumicën është një fenomen i përgjithshëm. Tek neve është në mënyrë më dramatike, më pak, si të thush, e sfidueshme me mjetet demokratike që ka Europa, që krijohen parti të reja, krijohen lëvizje, ndrohen me zgjedhje. Këta kontrollojnë zgjedhjet, kontrollojnë gjithçka. Edhe prandaj besoj se është një pikë ku ka konverguar, si më thënë, ky kapitalizmi i egër, që u kombinua me të kaluarën tonë komuniste, autoritariste dhe ka sjell këta lider që tentojnë të kontrollojnë gjithçka edhe të mos largohen nga pushteti. Bonja, faleminderit. Faleminderit dhe ju. Faleminderit dhe ju të nderuar shikues që na ndoqët në këtë bisedë. Tani do të shkëputemi për një hapësirë publicitare. Bjorn Sport News me Xhebi bën shikim.